Këtë vjesht aerodromi Gjirokastrës është ndërruar në një nga destinacionet kryesore për avionët turistik në rajon. Për 3 ditë me radhë, qyteti i Gurt pati mundësinë të përjetojë një spektakël ajror mbreslënës me pjesëmarrjen e pilotëve italian Massimiliano Chiani dhe Guerino Tricomi. Stati molto contenti. Jemi prej 3 ditësh në Gjirokastër, fillimisht falenderojmë autoritetet lokale, Bashkinë Gjirokastër që na dha lejen për të ulur në aerodromin aeroportin e Gjirokastrës, cili ka kushtet perfekte për avionët tanë që të mund të ulen. Kemi vizituar dhe zonat përreth, përveç se kemi parë kalan dhe muzet brenda në të dhe për qark kësaj në gjithë qytetin kemi parë edhe zonat përreth Gjirokastrës, kemi parë disa kisha përreth Gjirokastrës dhe mund të them që eksperienca dhe mikpritja është mjaft e mirë. Synimet e pilotëve shkojnë përtej një udhëtimi të thjesht ajror. Per non venire non soltanto noi, ma synojnë gjithashtu që të sillen dhe miq tan pilot, herë të tjera që ne do të vijmë për avioturizëm, që ata të mund të njohin zonën, mund të njohin pistën, dhe të njohin kulturën dhe qytetin tuaj. Funksionimi i rregullt i aerodromit ka filluar të tërheqë gjithnjë më shumë entuziast të aeronautikës, ndërsa paralelisht po nxit zhvillimin e një forme të turizmit elitar, që kontribon në rritjen e profilit të qytetit si një destinacion kulturor dhe aventuresk.